Jennifer Lopez pëson një aksident të rënd gjatë provave American Music Awards. Jennifer Lopez, prezantuesi ardhshme American Music Awards, AMAs, pësoi një dëmtim të dhimbshëm pas një aksidenti gjatë provave përpara natës së 26 majit në teatrin Blue Live në Las Vegas, duke ndarë detajet e aksidentit të saj me fansat përmes një story në Instagram. Ajo postoi foto që dokumentonin pasojat e një dëmtimi të rënd që pësoi, duke treguar një prerje të dukshme në urën e hundës, e cila dukej mjaft e dhimbshme. Pra, kjo ndodhi, shkroi Lopez, duke u dukur sikur e ka përballuar aksidentin me qetësi, pavarësisht se ndodhi më pak se 2 javë para natës së madhe në AMAs. Në një tjetër story në Instagram, këngëtarja dhe aktoria tregoi veten duke trajtuar plagën dhe i siguroi ndjekësit e saj se po shërohej mirë. Çmimet amerikane të muzikës për vitin 2024 do të jenë një rast i rëndësishëm për nënën e 2 fëmijëve, duke shënjuar rikthimin e saj në skenë si prezantuese për herë të parë në gati një dekadë. Prezantuese e ceremonisë për herë të fundit në vitin 2015.